Përshëndetje dhe mirë se vini në Ajo Podcast. Në të gjitha episodet që kemi realizuar deri tani nga studio e Albanian Women in Audiovisual, ju keni dëgjuar histori të grave dhe vajzave që ushtrojnë profesionin e gazetares në Shqipëri prej shumë vitesh. Dhe po t'i mblidhni të gjitha ato, do të krijoni një panoramë se cila është gjendja e lirisë së medias në vend dhe në mënyrë specifike të drejtat e gazetarëve në Shqipëri. Jo se kjo nuk mund të bëhet me një studim ose me një lexim të indekseve që dalin çdo vit për lirinë e medias në Shqipëri, por ne do donim që ju të shikonit përtej shifrave dhe numrave që dalin çdo vit në raportet e Bashkimit Evropian ose të tyre që masin gjendjen e demokracisë në vend. Megjithatë, nuk e kemi fshehur asnjëherë që ky podcast është pjesë e një betejë që Albanian Women in Audiovisual ka nisur për të krijuar një mjedis të lirë nga dhuna dhe diskriminimi për gratë dhe vajzat në botën e audiovizualit, në botën e medias audiovizive, por këtë nuk e kemi bërë asnjëherë vetëm dhe nuk kemi ndërmend ta bëjmë vetëm, sepse është një betejë që kërkon sa më shumë miq dhe mikesha. Po ta keni vënë re me kujdes në të gjitha produktet e viteve të fundit, keni vënë re që krahas AUA keni edhe një emër tjetër aty që quhet SAIDEV, që është Qendra për Inovacion, Zhvillim dhe Shkencë, dhe që është edhe partnere në këtë podcast. Ajo që kemi ftuar sot është themeluesja e SAIDEV dhe mendoj që është momenti i duhur që ju të dëgjoni zërin e kësaj vajzës që erdhi nga Londra me një diplomë nga London School of Economics për komunikim dhe shkenca politike në vitin 2012 në Shqipëri dhe prej atij momenti çdo deklarat për të drejtat e gazetarëve në Shqipëri mban dhe emrin e saj. Ajo është edhe nënë e 2 fëmijëve, është edhe një kërkuese e përkushtuar në shkencat sociale dhe ajo është Bleriana Binu. Shumë faleminderit Valpona, një kënaqësi. Bleriana, shumë faleminderit që pranove ftesën. Mendoj që është koha që t'i vëmë fytyrat edhe emrave dhe njerëzve me të cilët neve themi që bashkëpunojmë çdo ditë dhe që njerëzit kanë të drejtë ta dinë se kush qëndron mbas këtyre që ne i quajmë projekte, por në fakt është misioni i organizatave tona. Ta fillojmë nga fillimi. Kur ti u ktheve në Shqipëri në vitin 2012, e kishe menduar që do ishe në këtë pozicion në skenën e publike shqiptare? Me thënë të drejtën jo, sepse unë u ktheva si thuash përkohësisht, pasi kisha përfunduar studimet në LSI për komunikim politik, edhe me një bachelor në Universitetin e Tiranës për shkenca politike, po gjithmonë e tërhequr nga media, nga komunikimi. Kisha fituar njëkohësisht edhe të drejtën për të bërë doktoraturën në Queen Mary, po në Londër, mirë po ishte pa bursë, kështu që nuk kisha fuqi financiare, as unë as familja ime në atë moment për ta paguar. Kështu që mendova se do kthehesha përkohësisht në Shqipëri, do punoja pak derisa të gjeja një mundësi për ta bërë doktoraturën ashtu sikurse e kisha ëndërruar në një universitet anglez. Ngjarjet rrodhen të tilla që nuk arrita dot të siguroja bursën nga universiteti, bursën që siguruam nga Fondi i Ekselencës nga Ministria e Arsimit nuk u disbursua dhe pati një kështu ndryshim shumë të madh të projektimit që unë kisha për veten edhe me atë që ndodhi. Dhe pastaj vendosa që të angazhohesh edhe të punoja plotësisht në Shqipëri dhe ndoqa doktoraturën një pjesë në Shqipëri dhe një pjesë pastaj e kam bërë në Westminster në Londër dhe kam përfunduar një vit e gjysmë me një fellowship në Uppsala. Dhe kështu ishte, si thuash, ky ndryshim shumë i madh nga perspektiva ose nga ëndra për studiuar për ta bërë doktoraturën jashtë e pastaj për të qëndruar në Shqipëri. Por gjithmonë e kam pasur dëshirën, po themi, për të kthyer, për të punuar, për kontribuar këtu. Familja ime ishte këtu, prindrit këtu, partneri dhe vendosëm që si thua jetën edhe talentin ton ta vendosim në dispozicion të vendit dhe nuk jam penduar as pak për këtë. Por që në fillim nuk do ta kisha menduar që do isha angazhuar kaq shumë në këtë sektor, por pastaj erdhi natyrshëm edhe për shkak të studimeve dhe të punës dhe nuk ndjej pendes përkundërzi. Kuptoj.
Kemi filluar intervistën tonë për rreth 5-6 minutash dhe në mënyrë të qëllimshme nuk të ndërpreva, për të treguar se ajo që ti bën është fryt i shumë viteve punë dhe studim dhe nuk mund të hidhet poshtë, si me thënë, ose të baltoset vetëm se dikujt nuk i pëlqen ajo që bën ti. Dhe e lash kaq gjatë në mënyrë që audienca e podcastit ajo të kuptoj që edhe pse ti ke bërë gjithë këtë rrugëtim, sërish figurat të shoqërisë civile dhe sidomos gra dhe vajza nuk janë të imunizuara nga sulmet online dhe ti e ke provuar këtë në lëkurën tënde përpara më pak se 2 viteve ndoshta. Kur pati një fushat shpifjesh dhe dizinformimi për rolin tënd dhe etiketimi ishte, për të mos thënë fyes, por shumë denigrues për atë që shumë gra dhe vajza të sektorit të shoqërisë civile bëjnë, duke lidhur vetëm me faktin që ato përfitojnë fonde nga Bashkimi Evropian. A mund t'i tregosh audiencës si e ke përjetuar ti atë moment, si e ke tejkaluar atë moment, sepse nuk ka qenë i vetmi dhe ne do flasim edhe për kohën kur po e zhvillojmë këtë intervistë. Ai moment lidhet drejt për drejt me punën. Pra, prej 2019-s, unë jam autore e indeksit për sigurinë e gazetarëve dhe lirinë e medias në Shqipëri, që botohet nga Rjeti për gazetarë të sigurt. Ai ka qenë dhe angazhimi me Rjetin ka qenë dhe një moment shumë kyç që i dha edhe më shumë boost studimeve, kërkimeve dhe pozicionimit tim sa i takon lirisë medias në Shqipëri. Nëse më përpara ishin në formën e studimeve akademike, papers që bëheshin në kuadrin e konferencave dhe të angazhimit tim apo projekteve më të vogla që ne kishim, angazhimi me Rjetin pastaj i dha një ekspozim tjetër dhe më ndihmoi njëkohësisht edhe të kuptoja, të mësoja më shumë, po të ndërlidhesha edhe më shumë me Rjetin rajonal, po edhe me të gjithë organizatat europiane. Dhe duke qenë se jam përpjekur gjithmonë të bëj një punë shumë rigoroze, raportet janë shndruar në pika reference, po themi, sa i takon indikatorëve specifik për lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve, janë bazuar në dhëna, kështu që është një punë shumë e madhe që vihet pas tyre. Dhe një prej raporteve që ne, një raportije që kishim nxjerrë lidhur me lirinë e medias, natyrisht kishte element të sulmeve që ishin bërë ndaj gazetarëve nga forca ndryshme politike dhe në këtë përpjekje gjithmonë për ta balancuar, për të qenë sa më e vërtetë ishin përfshirë gjitha rastet, si të qeverisë ashtu edhe të opozitës ose të aktorëve të tjerë politik. Nuk e di, një trigger ose dikush që nuk i pëlqeu, po themi, kritikat ose të dhënat që nxirrte raporti, me sa kuptojmë më vonë, instrumentalizuan një portal, një individ për të bërë një fushat me disa shkrime të cilat targetonin punën edhe argumentat shumë pak, me thënë drejtën, ose as pak, sepse ishin të keq interpretuar, por personin. Pra individin mua dhe çfarë kisha bërë unë dhe çfarë pozicioni kisha, duke lidhur me këtë nuk po quaj argument, po një lloj narrative që ka shfrytëzuar, ka marrë paratë e BE-s edhe me këtë e ka përdor. Sikur se the dhe ti, etiketimet ishin shumë negative. Unë isha mësuar që të bëja, monitoroja nga jashtë dhe si studiuse sulmet që ndodhin gazetarëve ose grave ose burrave, djemve, po grave përgjithsisht që marrin pjesë në hapësirën publike. Ti dokumentoja, të ngrija alertin, të kërkoja mobilizim, solidarizim nga të tjerët për to, por nuk isha mësuar që të më ndodhte mua. Me sa duket, sa më shumë ekspozim, normalisht që edhe më shumë, po themi, risë që ke, dhe puna ose raporti në këtë rast tash kishte prishur disa balanca. Dhe ka qenë shumë interesante sepse ma ka nisur një kolegu jon, Lorini, në WhatsApp, Lorin Kadiu i Citizens, edhe isha 5 minuta para se të hyja në një webinar ku do diskutonin pikërisht me përfaqësues të Parlamentit Evropian, Federatës Europiane të Gazetarëve dhe mekanizmave të tjerë për lirinë e shpresës në Shqipëri dhe në Serbi. Dhe në moment, me thënë të drejtën, u shokova dhe ja kam nisur me njëherë Flutura Kusarit edhe Kristina Vokos dhe hyra në webinar për
sepse duhet edhe të prezantoj edhe të flisja. Webinari ishte 1 orë dhe unë kisha telefonin dhe çdo gjë tjetër off. Dhe kur e kam hapur jam habitur nga moria e mesazheve, e postimeve, mbështetëse, solidarizuese. Ishte shumë overwhelming, pra ishte shumë mirë gjithë ajo mbështetje, gjithë ai angazhim, shërbeu si thua edhe për ta stopuar sadopak këtë. Ishte shumë comforting, po njëkohësisht ishte tregues edhe një përgjegjësie të madhe që kanë ndaj gjithë kolegëve në shoqëri civile, në media, në akademi, njerëzve që i njihja dhe jo nga afër, që besojnë tek puna, te reputacioni jote dhe që po shfaqin këtë lloj mbështetje. Kjo ishte ky ishte elementi si thua pozitiv i kësaj gjëje. Nuk të lë pa shenja se të krijon këtë ndjesinë që po pse po e bëj këtë gjë, ndoshta duhet që të tregohem më e kujdesshme, duhet të mendoj për organizatën, për stafin, për familjen, sepse këto gjëra mund të përshkallëzojnë. E kemi parë dhe në raste të tjera ku kanë përshkallëzuar. Vazhdoj me disa shkrime të tjera, me disa komente dhe dilema gjithashtu vazhdoj, por në fund thash edhe mbështetja dhe solidarizimi kanë qenë i jashtëzakonshëm, për mua ishte shumë e rëndësishme. Dhe normalisht që më ndihmuan që mos të tërhiqesha, mos të heshtja, por me thënë drejtën, ndoshta të stepesha pak për momentin dhe pastaj edhe fal mbështetjes ta rimerja. Që është një reagim normal, të gjitha vajzat që kanë folur në ajo podcast dhe kanë pasur episode të ngjashme me tënden, kanë përshkruar pothuajse një trajektore të tillë, sepse synimi i këtyre sulmeve online është pikërisht kjo, që t'i bëjnë të mos flasin, t'i heshtin dhe nga ana tjetër mund të sjellë edhe reagimin në kundërt, në kuptimin që kur ti e kupton që ke të drejtë, të nxit akoma më shumë që ta vazhdosh. Këtë ka ndodhur me Flutura Kosarin, ka ndodhur me Siona Konomin, por mendoj që është një betejë dhe në betejë duhet numëruar numri i këtyre luftrave të vockla që neve bëjmë çdo herë për të arritur në një rezultante. Për ta shpjeguar me fjalë të thjeshta, se duket sikur, më duket mua, ka një keq kuptim të madh në opinionin publik që liria e medias lidhet me projekte, me shoqërinë civile, me raporte, me studime. A mund ta shpjegojmë pak më thjesht çfarë është liria e medias dhe pse qytetarët duhet të interesohen për të? Në thelb është një drejtë themelore është liria e shprehjes dhe liria e shprehjes nuk është një drejtë themelore vetëm sepse secili prej nesh ka të drejtën të shprehë atë që mendon, por është një drejtë themelore njëkohësisht në demokraci, sepse me këtë do ta lidhja, sepse për sistemin demokratik, për sistemin e qeverisjes që ne kemi dhe sidomos për atë që ne aspirojmë që të kemi, është kusht i domosdoshëm për t'i kërkuar llogari atyre që kanë pushtet, qofshin këto politikan, qeveria, pushtet ekonomik, është kusht shumë i domosdoshëm për transparencën dhe në fund të ditës për të drejtën e qytetarit për të informuar, që nga elementet që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore, me sigurinë kombëtare dhe elemente të tjerë që na ndihmojnë në marrjen e vendimeve në jetën tonë të përditshme. Pra liria e medias nuk ka lidhje vetëm me gazetarët, e kam fjalën. Jo, nuk është thjesht çështje vetëm për të drejtën e gazetarit si profesionist. Nuk është vetëm çështje për të drejtën e ne që punojmë në shoqëri civile dhe jemi të zëshëm, apo me kritizer, apo me figura të tjera që marrin pjesë në hapësirën publike. Në thelb ka të bëjë me mënyrën se si duhet funksionojë sistemi politik, demokracia dhe shoqëria që të jetë ajo që ne aspirojmë dhe dëshirojmë që të jemi. Në thelb ka të bëjë me të drejtën e qytetarit për të informuar, për të zbuluar abuzimet, për të zbuluar padrejtësitë, për të vendosur para përgjegjësisë ata që janë me pushtet. Kështu që ne edhe si organizata apo dhe unë si individ punojmë në fushën e lirisë medias dhe sigurisë së gazetarëve, jo vetëm për 1000 apo 2000 gazetarë që ka Shqipëria, po punojmë sepse pikërisht është një e drejtë, është një funksion shumë i rëndësishëm për gjithë këtë pjesën tjetër, pra për funksionimin dhe përmirësimin e proceseve demokratike dhe për të informuar qytetarët. Qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm njëkohësisht që ndjeshmëria, mbrojtja, aleanca që duhet krijojnë me mediat, me të gjithë ata që punojnë në interes të publikut, nuk është thjesht për të mbështetur një profesion caktuar, por është në fund të ditës për të mbrojtur ata edhe veten e tyre, llojin e informacionit që marrin, sepse ai pastaj ndikon në vendimarrjet që ata kanë. Mendojeni për shembull në rastin e zgjedhjeve, sa më informuar që ti jesh për platformat politike, po supozojmë për aktorët, për çfarë përfaqësojnë ata,
aq më supozohet, aq më e mirë është edhe vendimarrja juaj politike si qytetar, pra votimi. Përmes të drejtës suaj për të informuar, përmes kur funksionon liria e shpresë siç duhet dhe liria e medias dhe në interesin publik, normalisht që edhe cilësia e informacionit që ti merr si qytetar është më e mirë. Kështu që mendoj që nuk është thjesht një çështje e statusit, e profesionit të një grupi të caktuar, por është një çështje që duhet na prek dhe të na shqetësoj të gjithë ne si shoqëri. Çdo kush mund të jetë aktivist i lirisë së medias, pavarësisht nëse punon ose jo në media, sepse media është ky mjedisi ku neve realizojmë dialogun me njëri tjetrin dhe përgjegjshmërinë e atyre që na qeverisin. Pra, liria e medias nuk është tagër i asnjë organizate të shoqërisë civile, i asnjë gazetari, asnjë sindikate, është një çështje themelore për një shoqëri që dëshiron të qeveriset sipas parimeve demokratike të pranuara botërisht. Edhe si të rezulton ty gjendja e lirisë së medias me të gjitha raportet që ti ke prodhuar si raportere e Safe Journalist ose rrjetit të gazetarëve të sigurt nga viti në vit, dhe pse është shqetësuese mënyra se si u adresuan ato shqetësime që ne si organizata shoqërisë civile kishim me kodin e ri penal. Po e fillojmë nga e para, si është liria? Të dhënat që ne kemi, nga raportet, po dhe nga fokus grupet, nga ndryzat e rrumbullakta, nga pyetësorët që kemi bëjnë, tregojnë për keqësim. Së pari sepse gazetaria profesionale, gazetaria në interes të publikut është bërë e panevojshme në mënyrë strategjike, në mënyrë të vazhdueshme dhe sistemike nga aktorët politik edhe nga qeveria sidomos. Informacioni verifikuar është shndruar me informacion të gatshëm, të prodhuar më përpara nga po themi stafi, nga zyrat e shtypit të PR-it, të kryeministrisë, të ministrive, të agjensive të ndryshme kështu me radhë. Kështu që kjo është praktikisht propagandë, dhe qytetari në vend të marrë informacion të verifikuar, praktikisht bombardohet me propagandë. Elementi tjetër është aksesi në informacion. Pra nuk mund të kesh ose është vështirë që të kesh gazetari cilësore pa pasur akses në informacion, në dokumentacione. Të gjitha raportet, përfshi dhe të vetë komisioneri dhe raportet e pavarura tregojnë që aksesi në informacion është kufizuar, është vështirësuar. Pra janë gjetur të gjitha mekanizmat e mundur për t'i shmangur. Sidomos kur bëhet fjalë për të ekspozuar abuzimet me pushtetin, korrupsionin madhor e kështu me radhë, që janë çështje që i prekin qytetarët. Elementi tjetër janë mirëqenia ekonomike, sociale dhe siguria e gazetarëve dhe atyre që punojnë në media dhe punonjësve të tjerë. Dhe normalisht këto, edhe pse në Shqipëri nuk ka burgosje, nuk ka sulme të dhunshme të drejtë për drejta, siç mund të ketë për shembull në Serbi apo në Turqi, ka forma të tjera të heshtura të presionit të vazhdueshëm, që nga kontratat jo të sigurta, nga pushimet e padrejta nga puna, pra kushtet jo të denja të punës së një gazetari ose të punonjësit të medias. Dhe paditë slap. Dhe pastaj e katërta janë paditë strategjike, të cilat përdoren jo për të fituar drejtësinë, po si një instrument presioni. Këtu ka qenë edhe gjithë, po themi, përpjekja dhe lufta është fjalë e madhe, po përpjekja fushata jonë advokuese sa i takon ndryshimeve në legjislacionin shqiptar për dekriminalizimin e shpifjes. Pra, nuk është se ishte një kërkesë e disa organizatave, ose vetëm e Sajdevit, ose sepse kështu e donte projekti, ose sepse nuk e di se për çfarë arsyesh të tjera kemi dëgjuar. Ose kështu e donte Europa. Ajo është një përpjekje prej e dekadës së fundit praktikisht, që shkon në të njëjtën linjë edhe me frymën e standardeve të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës, që rekomandojnë të shkohet drejt dekriminalizimit të plotë të shpifjes dhe të fyerjes. Që shpifja dhe fyerja të mos konsiderohen vepra penale as kundravajtje penale. Në 2012 në Shqipëri është bërë pra kalimi nga vepër penale në kundravajtje penale, pra është zbutur. Nuk dënohesh më me burg për shpifje, por vetëm me gjop. Dhe në këtë, po themi 12 vjet në vazhdim, edhe nga studimet është vënë re që gjithsesi, edhe duke qenë vetëm kundravajtje penale, shpifja dhe fyerja në kodin penal, ajo mbetej një mjet i presionit ndaj atyre që bëjnë gazetari cilësore, gazetari investigative, gazetari në interes të publikut. Sepse instrumenti penal është instrumenti më i ashpër që ka shteti në dispozicion praktikisht, përfshirja e prokurorisë, oficerëve të policisë gjyqësore, ai rreziku që do të mbetej njolla, po themi, në dëshminë e penalitetit si i dënuar, gjithsesi janë të gjitha zgjatja e madhe në procese gjyqësore që nuk mbarojnë, kostot ekonomike, kostot juridike, kosto në reputacion. Të gjitha këto
edhe studimi i rasteve padive që ne kemi monitoruar, por dhe organizata tjera tregojnë që ky ishte një instrument presioni që duhej hequr në mënyrë të tillë që të përmirësohej përmes një elementi, po themi, mjedisi mundësuesit bërit gazetarin interes publikut. Por nuk është, pra edhe një nuk ishte kërkesë vetëm, po themi, një grupi, ishte një kërkesë që vjen si rezultati i ndryshimeve që kanë ndodhur dhe i të dhënave të mbledhur, dhe është në linjë edhe me rekomandimet që vinë nga Këshilli i Europës. Dhe ndërkohë që Komisioni Parlamentar na kishte kërkuar të çonim feedback me shkrim, pra komente për propozimet e tyre, që praktikisht ishin në linjë me çfarë kishim thënë, por ndonjë element të ndryshëm që mund të kishim, në 21 janar në Komisionin Parlamentar të ligjeve, të çështjeve ligjore dhe administratës publike, duke ndjekur komisionin live, ne kuptojmë që kjo nisëm, e cila ishte rezultat, pra vërtet është nisma e zonjës Tabaku, sepse duhet një instrument ligjor për të dorëzuar në parlament, po ishte rezultati punës së platformës, edhe i çfarë ishte kërkuar nga shoqëria civile dhe çfarë angazhimi kishte marrë vetë Shqipëria, u rrëzua dhe u paraqit një draft nga qeveria që ne nuk e kishim parë përpara, që nuk ishte publikuar, që nuk ishte konsultuar. Dhe nuk ishte paraqitur nga Ministria e Drejtësisë që ka detyrimin për ta konsultuar në platformën e konsultimit publik, po paraqitej si një iniciativë një deputeti, kështu që u paraqit në moment pa kaluar në konsultim publik në kuvent. Pra i gjithë procesi është i shtrëmëruar, nuk është në mirëbesim dhe është problematik. U bë shumë shpejt dhe brenda një jave, patjetër që ne reaguam, ishim rreth 20 organizata shoqërie civile në Shqipëri, të gjitha rrjetet më të rëndësishme europiane dhe organizata na u bashkuan dhe reaguan, edhe gazetar, individ nga komuniteti të tjerë që morën pjesë në hapësirën publike, por nuk kishte as vullnet dhe as kohë praktikisht për t'i bërë ndryshime në kodin penal siç duhet. Ndryshimet ishin të rrezikshme sepse para nuk e bën dekriminalizimin e shpifjes, dakord, mund ta kishin lënë siç ishin, e bën vetëm në bazë statusi, pra tham për një grup gazetarësh, pra vetëm për gazetarët, duke përjashtuar këto grupet e tjera që përmenda, po dhe për gazetarët futet një term i ri që janë të regjistruar dhe të njohur. Dhe kjo hap më shumë telashe se sa zgjidh, sepse dhe duke lidhur këtë jo vetëm me çfarë është shkruar në versionin e ri të kodit penal, por me ligjërimin, me narrativën dhe me propozimet e përfaqësuesve të Partisë Socialiste, që janë që nga kryetari i grupit parlamentar te kryetari i Komisionit të Ligjeve, të zëvendës kryetari e Parlamentit, që folën qartazi për rregullimin e profesionit të gazetarit me ligj dhe krijimin e urdhrit të gazetarit siç është në mjeksi. Tani kjo është shkelje qartë e të drejtave të njerëzit, e Kushtetutës në 22 liria e shpresë dhe e Konventës Evropiane të drejtave të njerëzit. Pra, gazetari e ushtron funksionin, profesionin e tij për lirinë e shpresë dhe pikërisht për këtë arsye nuk mund të jetë i rregulluar, sepse nuk ja delegon shteti të drejtën gazetarit që të ushtroj funksionin e së shprehjes, krejt e kundërta, shteti duhet të qëndrojë tërësisht larg. Në të gjithë indikatorët Shqipëria vlerësohet pozitivisht se nuk ka licencë për të ushtruar profesionin e gazetarit ose për të ushtruar lirinë e fjalës. Ne nuk mund të shkojmë hapa pas dhe të hapim një diskutim të tillë. Kështu që prandaj dhe u alarmuam, si thua, për të gjithë dhe reaguam shumë fort. Pra dhe procesi dhe rezultati në fund ishin zhgënjyes. E megjithatë, ju sërish morët kritika për këtë lloj lëvizje, sepse u duk sikur e bët me kërkesat tuaja më keq se ç'ishte gjendja e të drejtave të gazetarëve për të ushtruar profesionin e tyre, dhe keni marrë sulme edhe personale në faqen tuaj personale në rrjetet sociale, por edhe në debatet e ndryshme. Kështu që mbase ky është momenti për ta sqaruar këtë që ju e quani një keq kuptim, sepse në fund të gjithë po luftojmë për të drejta më të mëdha të gazetarëve në fushën e lirisë së shprehjes, por jo vetëm kaq, edhe më të qytetarëve në përgjithësi. Çfarë është që nuk shkoi keq, që shkoi keq në këtë komunikim që ju bët rreth kërkesave për kodin penal? Ka qenë një periudhë shumë intensive, po njëkohësisht unë nuk i fshet dot edhe dilemat, po themi që ne kemi pasur dilema që në fillim fare duhet të angazhohemi në këtë proces apo jo, duke pasur parasysh
këtë qeveri që kemi përballë, duke pasur parasysh një mazhorancë që ka arrogancën e mandateve, shumë vite në pushtet e tjerë me radhë, duke pasur parasysh edhe historikun dhe se si është sjellë më përpara ndaj çështjeve të lirisë së shprehjes. Ne gjykuam që është më mirë të përfshihesh në proces në mënyrë të tillë që të bësh të qartë standardet, parimet, të japësh të dhëna, evidenca dhe cilat janë rekomandimet e duhura. E para, e dyta ta dokumentosh procesin që në fund të mund të thuash nëse ndodhi siç duhej apo jo, dhe e treta sepse menduam është më mirë që në trye zëri shoqërisë civile, i gazetarëve, i komunitetit të dëgjohet dhe të shërbejë njëkohësisht edhe për të ndërgjegjësuar, sesa për të larguar tërësisht apo për të tërhequr. Kështu që ne u angazhuam si përgjegjësi, pavarësisht kësaj dileme fillestare, dhe thash elementi tjetër që na shtyi ishte mirëbesimi se përmes garancisë së Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës, rezultati në fund nuk do të kishte ndryshime kaq të mëdha. Megjithatë, gjatë gjithë periudhës edhe të diskutimeve nëpër tryeza, kemi qenë alert për, si thua, që çfarë do të ndodhte në fund me rezultatin, edhe mes njëri tjetrit i kemi diskutuar. Të thuash në fund që angazhimi i shoqërisë civile bëri më keq se ç'ishte dhe legjitimoi procesin është më e pakta, po themi, është cinike dhe më e shumta për mua është problematike sepse zhvendos përgjegjësinë. Pra nga përgjegjësinë që ne duhet ja kërkojmë atyre që e votuan dhe e miratuan këtë ndryshim të pa dakordsuar, të pa konsultuar dhe në kundërshtim me standardet, që është parlamenti, është shumica qeverisë, është Partia Socialiste, është qeveria, me këtë formë narrative ose argumenti ose akuze, po themi, po i hidhet përgjegjësia tërësisht atyre organizatave ose atyre individëve që u angazhuan në mirëbesim. Unë mendoj që përgjegjësia i takon atyre që e votuan dhe llogaridhënia duhet të jetë ndaj tyre, por kjo nuk do të thotë që ne jemi imun, po themi, ndaj llogaridhënies ndaj nesh në mënyrën se u angazhuam. Të paktën si SAIDEF dhe si rrjet Safe Journalist kemi qenë shumë transparent për gjithë angazhimin, në të gjitha daljet publike, në të gjitha edhe këto përmbledhjet mëjore që bëjmë për zhvillimet mediatike në Shqipëri, të gjitha qëndrimet tona, rekomandime, studimet janë të gjitha publike në shqip dhe në anglisht, janë ndarë me gjithë sektorin etj me radhë, në përpjekje për të qenë sa më transparent. Në fund të ditës a e bëm më keq apo jo, ndoshta edhe pa u përfshirë në fare, rezultati ishte i paravendosur, qeveria, shumica qeverisë ndoshta do bënte çfarë kishte pasur ndërmend, formalisht të plotësonte një detyrim për Bashkimin Evropian, po pas sjell ndryshim real dhe impakt në praktik, dhe gjeti mundësinë që njëkohësisht të fuste një element të cilin ka kohë që përpiqet që ta hedhin në tryezë, që ne kemi kundërshtuar gjithmonë me forcë, që është kjo përpjekja e rregullimit të profesionit ose e disiplinimit të tij. Mendoj që të paktën arritëm që ta dokumentojmë shumë qartazi këtë shtrëmbërim, këtë fakt që procesi nuk shkoi sikurse duhet, që dialogu në fund fare qeveria shumica tregoi që e shpërfill totalisht dialogun, që e shpërfill totalisht rezultatin që erdhi nga ky dialog dhe që në fund të mbetet që dialogu që nga një mjet demokratik është tërësisht e panevojshëm sepse ne kemi shumicën dhe bëjmë çfarë duam. Kështu që kjo është në fund fare është shumë zhgënjyese. Ka pasur shumë kosto, ka pasur kosto në kohë, ka pasur kosto ekonomike, sepse të kesh një organizat vogël, të luftosh për të siguruar financimin për stafin, për punonjësin, për punët që ne bëjmë, po njëkohësisht të angazhohesh, të ndjekësh punët e parlamentit, të shkosh në tryeza, të japësh rekomandime, feedback, këto kërkojnë kohë, kërkojnë ekspertizë ligjore, kërkojnë financa. Ka pasur edhe shumë kosto pastaj në kredibilitet edhe në reputacion dhe shumë kosto emocionale kur e merr shumë për zemër këtë gjë dhe beson se mund të ndryshojë. Dhe në fund ne do shohim, nuk e di nëse se çfarë reagimi do të bëjë dhe Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës dhe vetë Departamenti i Gazetarisë që kanë lehtësuar platformën dhe do shohim si do të veprohet edhe me rekomandimet e tjera sepse dekriminalizimi i shpifjes ishte vetëm një, ndërkohë që përmirësimi i situatës së lirisë së medias dhe sigurisë gazetarëve, lirisë së shpresë ka shumë dimensione të tjera, i përmenda pak më sipër, të cilat meritojnë energjinë, kohën edhe vëmendjen e duhur. Edhe me këtë kohën tonë dhe 48 orëshe, se nuk e besoj që e ke si të gjithë ne 24, se ku do t'i gjesh pastaj ato 24 të tjerat për të kujdesur për familjen tënde të vogël, edhe mendoj që mund ta cekim pak në fund të bisedës këtë pjesën e angazhimeve familjare për një grua që jeton në Shqipëri në vitin 2026, ka një organizat jo fitimprurse dhe që ka
gjithë intensitetin e punës që shkon përtej tetorshit, se njerëzit mendojnë që duke punuar në shoqërinë civile, domethënë nuk punohet, por praktikisht ajo që ju po tregoni në këtë podcast tregon që punohet dhe fort madje. Dhe diferenca midis fëmijëve, sepse i vogli duhet jetë 2 vjeç, sa ku ka bërë 2 vjeç. Kush do ta mendonte që përpara 2 vitesh ti ishe në kulmin e punëve të tua dhe nga ana tjetër ishe dhe shtatzan. Domethënë, si është kjo? Mund ma përshkruash pak 40 Unë do të vjeç përshkruaj tani, shumë, po, 40 fix. 40 fix, 2 fëmijë, i madhi është 7 vjeç, i vogli është 2. Dita ime nis rreth orës 6 në çerek në mëngjes. Djali i madh shkon në shkollë, klasë të parë, të voglin jam detyruar ta çoj në çerdhe kur mbushej 1 vjeç, sepse nuk e përballoja dot, po themi më ngarkesën e punës. Dhe mbaroi ora 48 orëshe. Po, dhe pastaj unë shkoj në punë, po themi 8:30, dhe mirë po në orën 3:30-4 duhet të kthehem në shtëpi sepse djali është në klasë të parë, kështu që ka nevojë për mbështetje, është momenti më i mirë për të bërë detyrat. Pastaj janë dhe kurset edhe këto elementet e tjerë dhe shpeshherë e gjej veten që punoj pasi vendos në gjumë, pra pas orës 9:30. Mund ta konfirmoj. Sepse mesazhet tona janë pas orës 9:30. Pikërisht, dhe madje kam kërkuar, si thua, e kam vendosur edhe te politikat e brendshme të organizatës që emaile nga unë do t'ju vinë edhe gjatë orëve të papërshtatshme, por ju përgjigjuni në momentin që është orari i punës. Kam shumë mbështetje, me thënë drejtën, kam bashkëshortin dhe të 2 prindrit, mami punon, por gjithsesi mbaron orën 2:30 dhe ajo periudha tranzitore sa kthehem unë më ndihmon ajo, kështu që jam shumë mirënjohëse për mbështetjen e familjes, por kam një ndjenjë faj, po më nxori jashtë zonës time të komfortit edhe po e them që po i bie në qafë fëmijëve dhe kohës i kam me ta, duke marrë kaq shumë për zemër dhe duke punuar kaq shumë edhe kaq fort për fushat që ne si Sajdev mbulojmë, po me thënë drejtën më shumë energji ka pasur kjo e medias, e lirisë gazetarëve, sepse dhe ngjarjet dhe ndodhit dhe natyra e punës është e tillë. Dhe kjo ndjesi që apo bie në qafë atyre duke punuar kaq fort, shpeshherë nuk je vetëm, të lehtëson kjo? Ndoshta po, është pak comforting. Po përpiqemi gjithmonë ta kompensojmë, ta rimarrim kohën. Ka momente që mendoj që do tërhiqem, që kostoja është relativisht e lartë dhe aja vlen për ta bërë gjithën këtë. Pastaj ka momente si këto ku bashkëbisedoj me mikesha, me koleg, edhe që mendoj që pavarësisht të gjithave nuk duhet të tërhiqemi, nuk duhet të dorëzohemi, është shumë e vështirë që gjërat të ndryshojnë. Aktualisht si funksionon sistemi në Shqipëri, nga politika, nga qeverisja, nga gjitha elementet e tjerë, por unë mendoj edhe ata pak idealist që kanë mbetur, duhet ta mbështesin njëri tjetrin dhe ta vazhdojnë në përpjekje. Shumë kënaqësi, thonë që jeta fillon mbas të 40-tave. Unë mund ta konfirmoj se e kam kaluar një dekadë. Nuk bëhet më e lehtë, po ndoshta ti ke instikte pak më të mira mbi jetese për të shmangur gjërat që nuk vlen dhe që marrin energjinë tënde dhe për të përqendruar te gjërat që kanë vlera, që janë familja, puna, kolegët, shoqëria në përgjithësi, sepse ndonjëherë mendojmë që në ato të voglën tonë mjafton të jemi mirë, po s'ka problem se çfarë bëhet jashtë, por ka shumë rëndësi, sepse nëse jemi të gjithë mirë, aq më e lehtë do bëhet ky rrugëtimi ynë në këtë destinacionin që e kemi quajtur vend edhe familje. Shumë faleminderit për kohën, shumë faleminderit për sinqeritetin, shumë faleminderit për punën, se ndonjëherë kemi dhe nevojë të na e thonë këtë, pavarësisht se duket sikur mbështillet mbas raporteve, letrave, numrave dhe fjalëve, por mbrapa janë orë të gjata pune, të lodhshme, ndonjëherë edhe me nerv dhe tension, por në fund fare, nëse objektivi që ne kemi vënë vetes është më afër, mbase kjo rruga bëhet pak më e lehtë. Shumë faleminderit Valbona për mundësinë, edhe për terapinë, se më shërbeu njëkohësisht edhe si terapi mbështetëse, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë, ndjekësve të podcastit Ajo, u lë takim javën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.